Rikthehen pranë SPAK dhe GKO ekspertët amerikanë, duke dëshmuar në këtë mënyrë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj strukturave antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Për të paktën 2 muaj, u ngritën pikpyetje lidhur me atë nëse SBA do të vijonte ose jo mbështetjen ndaj SPAK dhe GKO-s, pasi një urdhër ekzekutivi i presidentit Donald Trump ngrinte fondet e asistencës amerikane në të gjithë botën, duke kaluar në sit projektet që financoheshin apo suportoheshin me grante amerikane. Por duket se lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, SBA do të vijojë të mbështesë jo vetëm strukturat në Shqipëri, por në të gjithë rajonin e Ballkanit, vendet baltike, por edhe në Ukrainë, Bullgari, Rumani dhe rajonin e Mesdheut. Rikthimin e SPAK dhe GKO i ekspertëve amerikanë duket se do të përshpejtojë proceset hetimore të strukturës së posaçme, veçanërisht në raport me korrupsionin. Janë disa dosje që konsiderohen të nxehta në duart e prokurorëve të SPAK, ku po zhvillohen hetime që përfshin zyrtar dhe ish zyrtar të niveleve të mesme dhe të larta, njerëz me imunitet ose të veshur me pushtet, dhe referuar një shëndrim i zyrtar nga Departamenti i Drejtësisë, duket se asistenca apo ndihma ndaj prokurorëve special, veçanërisht në raport me luftën ndaj korrupsionit dhe pastrimit të parave, do të jetë thelbësore. Në një njoftim zyrtar nga Departamenti i Drejtësisë në SBA, bëhet e ditur se së fundmi dhe në veçanti përmes programeve të tij rajonale për Ballkanin Perëndimor, Baltike dhe Mesdhe, OBDAT ofron asistencë të gjerë teknike të fokusuar në pastrimin e parave, shkeljen e sanksioneve dhe krime të tjera të sofistikuara financiare të lidhura me korrupsionin. Në qendrimin zyrtar të Departamentit të Drejtësisë, thuhet se lufta efektive ndaj korrupsionit është një kriter kryesor për procesin e antarësimit në BE. OBDAT zhvillon kapacitetin hetimor dhe prokurorial kundër korrupsionit të partnerëve në të gjithë Evropën dhe ofron asistencë në hartimin e legjislacionit për të forcuar kuadrin ligjor përkatës dhe për të siguruar përputhjen me kërkesat dhe konventat për të mbështetur bizneset amerikane. Në Shqipëri, OBDAT luajti një rol të rëndësishëm në ngritjen e një njësie të prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, SPAK, e mbrojtur me kushtetut, e pavarur dhe e verifikuar, e cila është përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen penale të korrupsionit të nivelit të lartë. OBDAT mbështeti gjithashtu një sistem rigoroz të verifikimit të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri për pasuri të pashpjegueshme, korrupsion ose lidhje me krimin organizuar. Në të gjithë Ballkanin, Baltik, Ukrainë, Bullgari, Rumani dhe Mesdhe, OBDAT ofron asistencë teknike për prokurorët e nivelit të lartë për rastet e korrupsionit të profilit të lartë, thuhet në një deklaratë zyrtare.